Përshëndetje miq, vazhdojmë me avazin protestat. Sot duhet ndalen pak te Rama dhe tek protestuesit, se ku ndodhet sot protesta. Tani, para se gjithashtu duhet të ribëj thirrjen time. Siç e bëra javën e kaluar, që protesta e 4 korrikut e thirrur nga diaspora me demek për 4 korrikun është një protestë që duhet të refuzuar në masë nga ne. Sepse është një protestë që përkon me një datë shumë simbolike, 250 vjetorin e pavarësisë së Shtetit Amerikan. Nuk ka gjë më shumtuar që ose në këtë ditë të shenjtë për amerikanët, për aleatin tanë strategjik, të shfaqin fytyrat e shqiptarëve, ndërkohë që ato festojnë. Kjo është një protestë që as Iranin nuk e bën, e bëjmë ne. Po e bëjmë ne duke na përdorur Iranin. Imagjinoni sa gjë është shumtuar dhe sa gjë groteske, që populli më pro-amerikan në botë, pa pritmas, në ditën e pavarësisë, në 250 vjetorin e pavarësisë së Amerikës, fytyrat e shqiptarëve masivisht duke protestuar kundër Trumpit dhe kundër Amerikës dhe kundër investimeve amerikane. Një turp shumë i madh. Edhe mendoj që ndoshta kjo protestë ndoshta nuk është se do ketë ndonjë goditje për Shqipërinë politikisht apo nga administrata amerikane, po mund të ketë një kosto për Kosovën. Dhe nuk e shpresoj që mos ndodhi, po kam përshtypjen që një kosto për Kosovën mund ta ketë. Domethënë përfshirja e Albinit në aktivistët e vet, me atë frymën anti-amerikane, shpresoj që mos ketë koncesione ndaj Serbisë me administratën amerikane. Këtë nuk kupton Albini. Dëmin e madh që i bën Kosovës. Shpresoj që administrata amerikane mos ndryshoj kahje, për politikën e vet që ka brenda Kosovës. Tani, dalim pak te Rama. Pse Ramën sot? Sepse kjo protestë Ramën e kapi gafil. Rama as nuk e pa se nga erdhi. As nuk ishte fare i përgatitur. Dhe unë mendoj që pjesën më të madhe të kësaj përgjegjësie e ka Shiku, që është një institucion shumë i dobët. Duhet ishte në fakt një nga institucionet më të rëndësishme të shtetit. Sepse shtetet e fuqishme në botë, përveç se kanë ekonominë, ushtrinë, teknologjinë, zhvillimin e shumë gjëra tjera, kanë dhe shërbime sekret. Një shtet që nuk ka shërbim sekret të fortë është një shtet i mbaruar. Sepse luftrat sot ekonomike, gjeopolitike janë shumë sofistikuara, shumë padukshme. Dhe shërbimi sekret i një shteti që luan një rol parësor dhe vendimtar në aplikimin e politikave strategjike, siç është në këtë rast, një politikë e madhe strategjike, hyrja në Bashkimin Evropian. Ose një politikë tjetër strategjike në fushën e ekonomisë dhe turizmit, investimet madhore në Bregdet dhe paketa e maleve. Dhe këtu shërbimet sekrete kanë një rol parësor, themeltar, mbrapa kuintave. Janë ata në fakt, që garantojnë implementimin me sukses të tyre politikave, sepse kemi shumë armiq, shumë e thjeshtë, që as nuk duan të hyjnë në Bashkimin Evropian, as që nuk duan investime madhore në Shqipëri. Kush i parandalon këto sulmet, që vinë në formën e protestave apo në forma të tjera, është shërbimi sekret shqiptar, që për mua është shumë i dobët dhe ka nevojë për një rigjenerim total. Tani, pjesa tjetër për Ramën. Rama nuk mendoj e ka kuptuar, me thënë të drejtën, që me premtimin e vet, apo me atë që po mundohet bëj që të fusi Shqipërinë në Bashkimin Evropian, edhe investimet mallore në Bregdet dhe paketa e maleve, Rama nuk besoj e ka kuptuar akoma që politika e vjetër, e të bëret me kundërshtarin e vjetër politik, ka mbaruar. Është një fazë tjetër kjo për Shqipërinë. Dhe diskursi politik që bën Rama duhet të jetë në një tjetër nivel. Sepse opozita këtu është e marrë me fund. Kjo opozicië bën asgjë Ramës. Dhe lideri i opozitës as nuk bën asgjë fare. Ne s'mund të jetë asnjëherë kërcënim për Ramën. Paktën ky lider, unë mendoj që ky derisa vdesja aty do jetë në krye të PD-s. Por diskursi që Rama bën është një diskurs që i ka ikur koha. Nuk është më një diskurs i kënetës së djeshme të politikës shqiptare. Është një diskurs tjetër, duhet ta ngrej pjacën e diskursit. Sepse ai që Rama po përballet sot, dhe shpresoj ta kuptoj këtë nëpërmjet këtij mesazhi, nuk është më politika e vjetër
brenda Shqipërisë. Sot Rama ka të bëjë me një politik tjetër që po vjen nga jashtë. Goditjet Rama ka për t'i pas nga jashtë tash. Por me mercenarët e brendshëm opozitar. PD-ja, LSI-ja dikur, Meta, Monika, rusofilët, filo-iranianët, anti-amerikanët, fundamentalistët, sovranistët me qeleshe, e gjithë këto. Ky do jetë problemi i Ramës, që këto grupimet e ndryshme tani më mund t'jenë, siç po shihet në protest, një mash shumë e dobishme për t'i rënë Ramës e për t'i rënë Shqipërisë në rrugën e saj për në Bashkimin Evropian dhe për investimet që do të bëj, investimet mallore që do të bëj për të ngritur ekonominë e vet. Kështu që kundërshtari real sot i Ramës është agjentura e huaj rajonale dhe ajo globale, që është një politikë që bën një politikë shumë të sofistikuar. Pse? Sepse politikat e tyre janë politika shumë të sofistikuar në goditjen që i bëjnë Shqipërisë, me mercenarët e vet brenda Shqipërisë edhe shqipfolësit jashtë Shqipërisë që importojnë këtu për protesta të ndryshme. Përveç se kanë politika të sofistikuara ekonomike kundër Shqipërisë, por edhe për të sabotuar rrugën e saj në Bashkimin Evropian. Problemi me agjenturat e huaja është sepse nuk është se thjesht kanë politika të zgjuara dhe goditje sofistikuara, është sepse nuk duken se kush janë. Kështu që kundërshtari i këtij mandati politik i Ramës kanë për të qenë agjenturat e huaja, pa fytyrë, po me goditje shumë të sofistikuara, duke kapur Ramën pa mendje dhe vendin komplet pa mendje. Sepse Rama nëse nuk arrin, siç e kam thënë dhe javën e kaluar, që të paktën i ka bërë mirë se ai ka ulur me këmbë tokë, po nëse nuk arrin ta rigjenerojë qeverisin e tij me njerëz më cilësor, nëse nuk arrin ta ngrejë diskursin publik dhe atë politik, sepse siç e thash, nuk është më këneta e djeshme. Sot Shqipëria ka hyrë në një fazë tjetër, po projekton veten e vet si një fuqi rajonale në aspektin e politikës, për rrugën që po bën drejt Bashkimit Evropian, por dhe si një fuqi ekonomike rajonale, që ndoshta shkon dhe përtej rajonit, me investimet që po bën në turizëm. Kështu që Rama duhet ta rishpiki veten e vet kësaj radhe dhe shpresoj ta kapi këtë gjë. Sepse sot ka të bëjë me një kundërshtar që nuk mendoj që e kishte menduar më përpara, që do kishte një kundërshtar kaq sofistikuar dhe të padukshëm përballë vetes vet. Tani dalin te protesta. Protesta, e kemi sekur shumë herë protestën, edhe me protestën po ndodh ajo që pritej. Ka shumë rrymë të ndryshme brenda asaj proteste. Edhe mu kjo protesta më ngjan domethënë pak a shumë se ajo toka në Zvërnec. E njëjta gjë më duket edhe me protestuesit tu. E njëjtë si toka në Zvërnec, domethënë pronarët e vërtet të protestës nuk duken fare si toka në Zvërnec. S'dihet se kush janë pronarët e vërtet. Ka edhe nga ato që thojnë është e jona si protest. Domethënë, e njëjta gjë si Zvërnec, ato që duan me zotu me zor tokën, e duan ta bëjnë veten. Po në protest, si në Zvërnec, ka edhe nga ato që pretendojnë se janë pronar të protestës apo pronar të pronës. Po ka edhe nga ato tjerët në protest që pretendojnë se janë ato në fakt organizatorët real të protestës. Domethënë, është një nonsens, një mishmash që s'merret vesh. Grupimet ndryshme që përplasin me njëra tjetrën, që nga LGBT-ja, nga filorusët, filoranianët, anti-amerikanët, fundamentalistët, vehabistët, hajde bëj bashkë to tash që të artikulojnë diçka konkrete. Është e pamundur. Sepse nuk ka unison, as në përmbajtje, as në mendime, as në artikulim, as në objektiva. Apo mos me ripërsëritu këtu pjesën e UÇK-s, domethënë, të asociohet UÇK-ja ose simbolet me flamingot është përtej qesharakes. Domethënë, UÇK-ja nuk njihet si batalion flamingosh, kundër apo pro flamingove. Hiqini simbolet e UÇK-s nga aty. Nuk e kanë vendin aty. Tani, kjo është pjesa e protestuesve pak a shumë. Tash shumë gjëra të çuditshme ka për të ndodhur, sepse mesazhet janë shumë çuditshme. Por ajo që mua më habit është se kjo protestë ka treguar se sa naiv jemi ne si njerëz,
që besojmë turli lloj budalliqesh. Po si mund besosh ti dhe mund të mendosh ti që një grush njerëzis që as nuk dinë të artikulojnë, po supozojmë që po artikulojnë ja dy gjëra, do i japi në fund gjithçka e të keq në Shqipëri. Sa naiv duhet të jesh dhe sa budalla duhet të jesh të pretendosh që në qoftë se bie kjo qeveri apo shkatërrohet rendi kushtetues, gjithë problemet tona do zgjidhen si me shkop magjik. Ore, sa çuri duhet të jesh ta besosh këtë gjë? Po nuk ndodh kjo gjë. Nuk ka se si të ndodhi. Sepse e kemi provuar. Sepse naiv janë ato që i besojnë këto traplliqe, që do ndryshojnë gjithçka. Shqipëria e re do bëhet perfekte, çdo gjë utopike. Po naivja janë dhe disa nga ato aty që mendojnë që mund të realizohen këto gjëra. E kemi provuar në 90-ën këtë gjë, që dogjëm gjithçka. E rifilluam nga zero. Edhe për ato që s'kanë memorie, 94-ën filloi prapë Shqipëria të ngrej pak kokë, duke u rihap ca fabrika të vogla ato që ishin ekzistente. Po erdhi prapë goditje fatale e firmave piramidale. Shkuam prapë në zero, në minus fare. Kështu që këto lloj politikash, këto lloj retorikash nuk e ndihmojnë vendin more. Vendin e ndihmon forcimi i demokracisë. Nëse forcohet demokracia e brendshme, nëse forcohet qeverisja, ka një cilësi tjetër, ofron një standard shumë të mirë se sa ai që ofron sot, kjo është vetë mënyrë për të ecur përpara. Nuk është mënyra hajde të djegim gjithçka, hajde të vrasim gjithë. Kjo është mënyra më e gabuar. Kjo është një mënyrë shumë kriminale. Ne duhet të ruajmë atë që është arritur deri tani me fanatizëm, sepse nuk është e lehtë të rindërtosh më gjëra. E kemi provuar 2-3 herë. Ndërkohë që të tjerët ecin vetëm përpara, ne bëjmë vetëm regres. Sepse mentaliteti i shumë njerëzve këtu është komplet mbrapsht. Si mund shkatrosh djegësh gjithçka? Përveç se është një idiotësi, është kriminale ta mendosh se të bësh. Kontributi i gjithsecilëve nga ne është të luajmë rolin tonë për forcimin e demokracisë së brendshme, edhe për të kërkuar një mirë qeverisje. Kaq është i gjithë sekreti. Të tjerat, pashavurët e tjera që u zgjidhen gjihallët, edhe tash i ra kjo qeveria, ra rendi kushtetues, do zgjidhen gjihallët e shqiptarëve. Ky është një slogan ose një premtim për njerëzit që janë çyryk nga trut. Ju përshëndes deri në reagimin e rrallës.